Grupi parlamentar i Partisë Demokratike përmes një reagimi në publik ka sqaruar mungesën e opozitës në delegacionin zyrtar të Kuvendit të Shqipërisë në Bundestag. PD akuzon Niko Peleshin për një akt të paprecedent për një kryetar kuvendi që hoqi qëllimisht dy emrat e përcaktuar nga opozita që PD të përjashtoi nga përfaqësimi institucional. Sipas grupit parlamentar Demokrat, më 4 mars, vetkreu i Kuvendit Peleshi u kishte dërguar një kërkesë për caktuar 2 deputet në këtë delegacion. Nga ana e kryetarit të grupit parlamentar Gazmend Bardhi, u caktuan Tomor Alizoti nën kryetari i grupit parlamentar dhe një herazi nën kryetari i grupit të miqësisë Shqipëri-Gjermani, si dhe Klevis Balliu nën kryetari i Komisionit të Sigurisë dhe një herazi antar i grupit të miqësisë Shqipëri-Gjermani. Emrat e përfaqësuesve të Partisë Demokratike u hoqën qëllimisht për ta përjashtuar PD-n nga përfaqësimi institucional. Fatkeqësisht, ky vendim tregon sa vite drit larg standardeve demokratike të Bundestagut gjerman është sot drejtimi i mazhorancës parlamentare, thuhet në reagim. Grupi parlamentar i PD-s e cilëson këtë vendim si një shenjë larg standardeve demokratike të Bundestagut gjerman dhe thekson se trajtimi i opozitës si armik nuk zhbën problemet e lidhjeve të mazhorancës me krimin e organizuar dhe korrupsionin.